بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. Falenderojmë Allahun, salat e selam i qojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam, familjes tij, shoqut të tij, gjithë besimtarëve musliman. Ajetin kuranor që e lexuam është surën Al-Ahzab dhe hadithe tjera që do t'i radhisim, flasim për një pjesë pandar të islamit, për një pjesë pandar të jetës tonë, të tregimeve të vërteta, të ngjarjeve të vërteta, që në islam rumbullaksohet me emrin sire, që e ka kuptimin historia islame. Që do të flasim, asnjëherë s'kemi folë për ta deri tash, asnjëherë në xhami s'kemi përmend kështu në veçanti historinë e tyre, është fjala për historinë dhe jetën e nipave të pejgamberit alayhis salatu wasalam, Al-Hasan dhe Al-Husein. Al-Hasan dhe Al-Husein janë nipat e pejgamberit alayhis salatu wasalam, djemt e çikës vajzës pejgamberit alayhis salatu wasalam, Hazreti Fatimës radiallahu anha, dhe djemt e Aliut radiallahu anhu, djemt të cilët shumë hadithe pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka lavdru këta, ka fol për ta, i ka përmend veprën dhe punën e tyre, që si besimtar, si musliman, kemi për borxh ta dimë cila është hisja jon, cila është pjesa jon apo haku jon ndaj këtyre dy njerëzve, Al-Hasan edhe Al-Husein. Ku dihet se muslimanët Ahle Sunna dhe Al-Jamaa, muslimanët që besojnë hakikat Allahun, janë ata të cilët e dojnë Ahlul Bejt. E Ahlul Bejt janë familja e ngushtë e Muhamedit alayhis salatu wasalam. Se Allahu i ka thënë në Kur'an kështu, e përmendëm herët, inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa Ahlil Bejt. Allahu dëshiron që të largoj për juve, për Ahlul Bejt, këqijat, wa yutahhirukum tathira, edhe të ju pastroj, për çdo fjalë, të ju pastroj për çdo mendimi apo ideologji të keqe që mund ta ketë ndokush për Ahlul Bejt, familjen e ngushtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ahlul Bejt, këtë muslimanët e dinë se është fjala për familjen e ngushtë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, familjen të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e la mas vdekjes vet, e që shumë njerëz kanë manipulu me Ahlul Bejt, kanë manipulu duke i thirrë muslimanët se duhet me i dash Ahlul Bejt, e tani kur kanë marrë me i dash, s'kan ditë sa me i dash, e kanë tepru duke me i dash, dhe se kanë ngrit në shkallë të hyjnis të Zotit, runazat, po jo me dëshirën Ahlul Bejt. Ata nuk kanë qenë pjesëmarrës në këtë dëshirë të tyre. Besa kjo ka qenë shkaktar që Ahlul Bejt janë vrarë më vonë, që këta më vonë janë vrarë, i kanë mbyt. Ata që kanë pretendu, apo ata cilët kanë thonë që na i dojmë shumë,
ata kanë rrotullu hesapin edhe i mbësh shkaktar për vrasjen e tyre, por që në ligjërat tjetër flasim për vrasjen e tyre. Që kjo dëshmon se muslimanët jo rrallë herë, po shpesh herë binë në kurtha të tjerëve, të cilët nuk ja dojnë absolut mirën në islamit, po ja dojnë vetëm të keqen muslimanëve. Ne nipat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i dojmë aq sa ne ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mi dasht, por jo më tepër asnjëherë. Edhe ne nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, El Hasan edhe El Husein, të na thonë Hasan edhe Huseini, po ata në vërtetë kanë emrin El Hasan edhe El Husein. Kështu e kanë emrin. Këta janë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, huma rihatai min ad-dunya. Këta janë aroma më e këndshme që unë kam një në dunja. Këta dy, El Hasan edhe El Husein, janë tha aroma më e këndshme që unë kam një në dunja. Aromë më të shishme, më të këndshme, unë s'kam një se sa këta dy. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmu me hadithin e tij të vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dashur. E çdo kënd që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur, muslimanët e kanë për borxh me e dashur. Po e përsëris, çdo kënd që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur dhe ka porosit me e dashur, ne duhet ta dojmë dhe ta respektojmë. Po ama grupe të ndryshme në botën islame kanë qarkullu, edhe sot qarkullojnë, gjendën sot, mshihen nën ombrellën e islamit, i thonë vetës musliman, a islamin, Kur'anin, Muhamedin, sahabet nuk i dojnë, duke thanë se neve na mjafton i dojnë vetëm këta ehlul bejt. Fjala është El Hasan edhe El Husein. Besa ka grupe që e dojnë vetëm El Husein, vetëm këtë dytin e dojnë. Fjala është për shijat, dërvishat, jo vetëm Tiranit, ku do në botë. E kanë shfrytzu armiqt e islamit, xhamat. E kanë shfrytzu armiqt e islamit dashurin që ta kanë musliman për ehlul bejt, edhe e kanë rrit, e kanë fry ma shumë sa që duhet, edhe shumë musliman të pashkolluar, gjahila, kanë fillu me i dash ata ma shumë se vetë pejgamberin, kanë fillu me dash ma shumë se sahabet, kanë fillu me i dash ma shumë se Zotin e nazar. E këtu pra ka ndodh ajo përçarje, e sot kur ndodh, kur sheftin televizion, a thu, qka o bo, këta musliman së më mirë vesh ndër vete, unë metën të uvra ndër vete, këta sunni, këta shia, unë së sefte për një këtë lafët. Këtu fillon kjo, të ehlul bejti, të familja ngushtë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fillon kjo përçarje, edhe ky dallim i madh në mesin e muslimanëve, i cili nuk ka i vogël, është shumë i madh. Sepse ata e kanë ngrit, e kanë rrit familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo gjë tjetër. E që kjo është gabim. Por ata kanë meritat e veta, edhe ata kanë pozitën e vet që muslimanët i dojnë, por në shkallë të caktuar, jo në shkallë të tepruar, sepse çdo gjë e tepruar në islam është e ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe shumë ta foli për ta, ai tha në hadith: "Taraktu an-nabiy alayhi salatu wasallam fi ba'd al-hajat, فقال هذان ابناي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما." Njëri prej sahabëve tregon, tha shkova te pejgamberi alayhi salatu wasalam për do punë të mia, edhe nita e ndëgjova pejgamberin alayhi salatu wasalam duke bërë dua, lutje, duke thënë: "O Zot, këta janë dy fëmijët e mi, nipat e mi. Këta janë djemt e vajzës time. O Zot, thot unë i dua. Thot o Zot, duaj edhe ti. Thot o Zot, më mundso ti du edhe gjithë ata që i dojnë tani nipat e mi." Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka dashur aty El Hasan edhe El Husein, edhe ka qenë i lidhur ngusht fort për ta Muhamedit alayhi salatu wasallam, saqë në raste përmendet se pejgamberi alayhi salam kanë yahtubu yawmul juma idh jaa El Hasan wal Husein. Pejgamberi alayhi salam u kon të majt hutbe nasihat ditë xumaje, kur erdhën Hasani dhe Huseini, kishin pas të veshur ka një këmish të
kuqe e cila i shkon të zhak për toke, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa anzala min al-minbar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zhdrypi prej minberit, edhe fahammalahuma, edhe i mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krah, edhe të dytë duke i marrë në krah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi ligjëratën e vet. Ditë xumaja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa këta dy duke hyrë në xhami, edhe zbriti prej minberit, i mori të dytë në krah, edhe u kthy prapë në minber, edhe vazhdoi nasihatin apo hutbën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith vetën tjetër lidhje me respektin dhe dashnin që duhet kanë muslimanët për këta nipat pejgamberit Al-Hasan dhe Al-Husain, tha kështu: "Man ahabbani falyuhibbu falyubligh ash-shahid al-ghaib." Tha, kush më do mua, tha, le t'i doje këta dy, le t'i doje këta nipat. Tha edhe tha, për këtë fjalë temën, tha, le ta njoftoje ai që ka qenë prezent atë njeri i cili s'kon prezent. Pra njoftoni ata që ka mungu në këtë ligjerat që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha, apo ata që më dojnë mua, le t'i dojnë këta dy, kush o prezent mo mërne me veti, kurse kush është jo prezent munges sot në xhami, kur e thash në këtë fjalë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha ju tha njoftoni, ju tha tregoni atina se duhet t'i duani këta dy, nëse më doni mua. Nëse më doni mua, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet t'i doni këta dy, Al-Hasan edhe Al-Husain. Në një rast për rasteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke fal namazin, edhe në sejdë thu që ka qenë namazi i kindijës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u fal dy nipat Al-Hasan dhe Al-Husain u afruan te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ashtu siç shpejton fëmia ka ato që e do më shumë, e sigurisht ka gjyshi i vet, të dytë e hypën mbi shpinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte duke fal namazin, ishte imam. Mas ka pasë Abu Bekrin, Omerin, e ka pasë sa sahabët i ka pasë. Edhe kur deshën dikush prej sahabëve me lëviz që me shku Muavit mja hek këta dy fëmijë që të vazhdojnë namazin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëni me dorë, kështu që leni. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u çu prej sejdës derisa këta dy e bëtisën lojën me gjyshin e vet. Edhe kur u çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej sejdës, sahabët e panë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vanu shumë sejdë. Edhe mas namazit tha, ja Rasulullah, na vanu shumë. Po tha, ju tha si pat këta dy nipat e mi më hipën në shpinë, tha, e unë tha nuk desha me aprish lojën atë në dyve. Që ato tha u vanu, tha, në sejdë, vanu ma tjera. Ka shumë i ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta dy. Muslimanët e kanë përbosh me i dash, por prap po e përsërisin, jo me asi dashurie që cilët i ka qit prej vijës, shinës, 1% të madhe të muslimanëve që sot njihen me emrin dërvisha apo shia. Jo, na i dojmë atë sa i ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka teprojmë në dashninë e tyre absolut, sepse është ndaluar, jo vetëm ndaj tyre, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bën me dash më tepër se ai që ka thonë. Megjithatë, te muslimani është në nështrimin ndaj Allahut, dashuria ndaj Allahut, respekti ndaj Allahut. Kjo është e muslimani. Kryesori është. Masane vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masane vjen urdhna tjera të cilat i kemi çdo ditë, e kjo dashni ndaj nipave të pejgamberit Al-Hasan dhe Al-Husain nuk duhet na ngatroj me ibadetin e Zotit. Që kjo ka ndodhur te shijet. Kjo ka ndodhur te dervishët. Atë shumë kishe i ka ndash Hasan dhe Husain, sa që e ka ngatru adhurimin e Zotit me këta, me dashnin e këtine dyrve, që nuk ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. As këta vet nuk ka ndash. Po, më, dikush e ka dash zararin me abu kësaj fejes, edhe në shumë pika caktuara ka arrit, po prap besimi, imani i ahlu sunnetit dhe xhama, dije se është lidhje me këta, i dojnë nën ombrellën e ahlul bejt, familja ngushtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët të gjithë një i dojnë njësoj, duke mos bërë dallimin mes njënit apo tjetër. Usame bin Zeid
ka qenë një sahabi pejgamberit shumë e ka dashur. Bile i ka thonë hibbu Rasul alayhi salatu wasalam, i dashmi pejgamberit alayhi salatu wasalam. E ky ka thënë një rast, thot ishim thot unë me Husejnin, më falni, El Hasan, ky ka qenë më i madh. E tha duke lozur Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte i ulur, edhe mua më mori, më uli në një prehën, edhe e mori El Hasan, edhe e uli në një prehrin tjetër. Thumma qal, e masa ne i tha, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. O Zota, mëshiroj këta dy, sa unë shumë jam i mëshirshëm ndaj këtyre dyve. Pra Muhamedi sa bëri dua lutje për Hasan edhe për Usame bin Zeid. Në rast për rasteve, Aliu radiallahu anhu, domthon baba i tyre, një prej herave ish anku te El Hasan te djali i madh, ti kishton o djali jam, thot asnjëherë s'kom nitu kallzu nasihat, di xhuma hutbe me majt, asnjëherë s'kom kanë nitur. Pse thot kjo kështu më ndodh? Pse asnjëherë musliman ty po dojnë shumë, me nxjerr po pritin mu taku me ty, ti tha nuk po i marr fjalën. E tash El Hasan u skuq edhe tha, ana astahi an akhutub wa ana arak. Tha o baba jam, fajtor tha je ti. Pse? Tha unë tha, kom dëshirë me i majtë nasihat këtinve, ama tha kur po të shof ty, mu po më janë marrë me folë para tyje. Kjo është arsye, tha El Hasan, që fa tërbije ka pas, po ku mos e pas, kjo një për pejgamberit e më konë. Tha unë, mu tha po më janë marrë me folë, duke të pa ty, Aliun, babën e vetë. Atër Aliu tha ani, tha mbaj, tha ti fjalimi, tha unë po më shena dikun s'kejt gjematit. E thu që Aliu u falë mas një murit u falë, mas një duvarit, ku El Hasan gjatë fjalimit nuk e ka pa babën e vetë, sepse i ka arë marrë me folë para babës vetë me kalzu nasihat, me i kalzu hutbe apo fjalim, e që musliman shumë e kanë dashur El Hasan edhe El Husein. Me fjallë tjera, për një hoxhë me kalzu nasihat për këta dy njerëz, El Hasan edhe El Husein, është shumë letë më nga të rrugë, se shumë libra shumë ka, të cilët kanë folë për El Hasan edhe El Husein, të cilët nuk janë binarët e islamit, janë binarët e shijave dërvishave. Shumë zorash me gjetë material për këta dy, material të vërtet, të sakt, që me plasu, me qitë në gjemat, se kjo ka qenë e vërtet atyne. Se kjo shumë thjesht dhe resot që apo flasim. Por ligjeratë tjera që do të flasim, që ka ndodhë me luftat, me vrasin e tyne, janë shumë sandet përzijera. Për atë, duhet i shkojnë vetëm hapave djetarëve të mëdhaj, historianëve të mëdhaj, të cilët ne kanë kallëzu të vërtetën, se dërvishat, shijet, çka mas kanë shkujt për ta? Që nuk janë të vërteta, sigurisht. Që nuk janë të vërteta, po ne i përmbajmë vetëm asaj që kanë thonë dietarët e Ahlus Sunnetit dhe Xhamas, edhe historianët e Ahlus Sunnetit, të cilët kanë folë rrjedhshëm, qartë, ashtu siç ka ndodhur me jetën e tyre. Përmendë se Ibn Abasi, i cili ka qenë një prej dietarëve të mëdhej radiallahu anhuma, thua që ky person Ibn Abasi, kur uniske dikun me shku, edhe kur devja e vetë ishte e lirë dë një deve, e mërte El Hasan edhe El Husein nipat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe hypte në deve, sepse e numëronte një krenari për umetin islam, një bujari, një ikram me abo nipave pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kush i ka boj ikram këtë nëve, i ka boj ikram edhe vetë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thuë që këta dy, Hasan edhe Husein, kur bëshin tavafin në Kabe, je ka du nas jahtimu në uma, njerëzit duke ushty njani me qetrin, tha ka një njerë ndodhke edhe i ushtyshin, njerëzit duke ushty njani me qetrin mu afru të këta, e vetë me qëllim që ka qenë ata me u afru të El Hasan edhe Husein, ka qenë me dhonë selam vetëm. Pra se kanë marrë vesh që ky është El Hasan edhe El Husein, ata me njëherë jena vit, jena afru, edhe kanë dasht me i dhonë selam. Po gjithaj kallaballëk, gjithaj numër i madh i muslimanëve që në konë në Qabe, ata s'kanë mujt me bo renditje e rëndë për me dhonë selam, po
Ka ndodhur shpesh që janë ushty njëri me tjetrin, vetëm më afru me i dhon selam, si dashni ndaj këtyre dy nifave pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shpesh ndodhte që Al-Hasan kur vetën në xhami, pejgamberi alayhis salatu wassalam e përmendte Allahun fuqiplot mas namazit të sabahut, derisa ngritej dielli në horizont, edhe njerëzit u ulshin me të, bisedonin me Al-Hasan, i tregonin për Islamin, i tregonin për Kur'anin. Pasandaj Al-Hasan ngrihej për aty edhe shkonte te gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ikon gjallë, te gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u jepte selam, rrinte me to, sepse ato ja kujtonin gjyshin e vet Muhamedit alayhis salatu wasallam, i cili kishte vdekur shumë vite më herët. Qala Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan djali i madh i Aliut ka thonë: inni la astahi min rabbi an alqahu wa lam amshi ila baytihi famasha 20 maratan min al-Madina ila al-Kaaba. Thatë unë kom turp me shku te Allahu fuqiplot me vdek, domethënë, edhe asnjëherë mos me shku me kry haxhin apo umren, me vizitu Kaabën, tha mos me shku në kom asnjëherë. Po çka bënte? Përmendet që 20 herë ka vizitu Kaabën prej Medinës në kom ka shkuet, duke e pas devën, duke e pas kafshën. Për vetëm arsyeën që tregoi para gjithë njerëzve tjerë se nuk është mendje madh, pse ka qenë i familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë që ka qenë i garantuar për mëshirën e Allahut, po ai ka punu, ka bëj ibadet ditë e natë, që vërtet dëshmoj te Allahu fuqiplot për imanin e tij, për besimin e tij, sigurisht e asaj që edhe ka qenë i bindur. Për atë edhe kjo është një ngjarje të cilën muslimanët e kujtojnë, është ngjarja Al-Hasan dhe Husein, të cilët janë pjesë e pandare e historisë tonë, po përsërisë asnjëherë s'kemi folur xhami për ta. Do të flasim disa ligjërata vetëm për të paraqit pasqyrën e drejtë këtyre dyve, për të kuptuar muslimanët ju në përgjithësi që vërtet ku është ajo shkalla e ndamjes në mes Ahlus Sunnetit edhe Shiave dervishave, ku është ajo ndarja e cila sot po vrehet te muslimanët, e cila dita ditës vetëm po shkon të u thellue, edhe armiqt më të mëdhenj nuk po na dalin jo muslimanët, po na dalin këta tjerë. E kjo ka filluar mu me këta, edhe kjo nuk ka përfunduar me vrasjen e tyre, por kjo do të vazhdojë kështu deri në ditën e Kiametit. Por gjithsesi muslimanët duhet ta dinë se kanë të afërt vetën, e kanë armik të vetën. Në një rast për rasteve përmendet se Al-Hasan ibn Ali, djali i madh i Aliut, Al-Hasan, duke kaluar rrugës e shef një fëmijë i cili e kishte marr një rreghif është një copë buke po e ftoft kështu. Edhe atë copën e bukës ai e kishte ndarë i varfër fëmijë, fugara. Allah. Edhe ai fëmiu e kishte ndarë në dy pjesë. E kishte ndarë bukën në dy pjesë. E tash Al-Hasan po e këshyr. Fëmiu njënën kafshat që e kishte ndarë për veti, e hante, kurse kafshatën tjetër ja jepte një qenit afër. Një qen i kishte humbur aty. Kur apo Al-Hasan deshti me ditë se pse po vepron fëmia kështu. Tha, a bon me ditë, tha, çka e të bëu tha kështu? Tha fëmiu, kisha fëmijë. Tha, po vjen marrë, tha, unë me hongër e qeni tha me mkëshyr. Po vjen marrë me hongër e qeni tha me mkëshyr. Por ato tha unë tha, po e kom dajt këtë copën e bukës ftoft, rreghif pa përsëris. Tha gjysmë tha po e ha une, sarë që po e ha une, qash për apë dhe qenit, me kaqë dhe qenit. E kur e pa Aliu se çfarë fëmijë është, e kuptoi se ai shkon pa babi shkon, pa kurxhoi shkon, atëherë Aliu, ky Hasan u çu, edhe bleu këtë fëmijë, ja bleu një shtëpi, tha ti tha do të rrish këtu, prej sotit tha je i lirë. Ai e bëri tha, pse tha, kjo tha më ndodh mua, tha pse tha e bëne këtë për mua? Tha unë nuk e bëna, po tha ti e bëne. Me gjestin tënd, me sjelljen tënde, e bëne që unë me bë këtë sevap ndaj teje. Këtë sevap ndaj teje që ky fëmijë
Domthon i la mbresa te El Hasan lidhe me atë se me çfarë gjesti bëri ky fëmijë, duke pas kujdes jo ndaj njerëzve, jo ndaj fëmijëve, po duke pas kujdes ndaj një qeni, një kafshë e cila s'ka i ti qëndronte, nuk pranoi fëmiu të hante vetë qeni me këshyr. E kurse sot njerëzit japin parë, shumë ta japin parë, me ndresh një restorant diçka midis rrugës, e shumë kush i kalon aty para nuk ka mundësi me hin top. Edhe nuk e toleron vetes as me beleminuna e perda në diçka, se dikush kalon aty para s'ka mundësi me hin me hangur të. Po jo, ndodhe kundrat e na, me mujt edhe jashtë në rrugë, në asfalt që jesin njerëzit me hangur, ata që paguajnë, ata që s'kan, ata vetëm kalojnë aty para. E ne dim gjendjen e hallin e njerëzve se kejt nuk janë njësoj. Ata duhet kanë kujdes muslimanën këso gjeste, këso sjellje, se nuk duhet komuna me nxjerr ligj, nuk duhet parlamenti me votu këto, a thua duhet as duhet nulla me hangur. Kjo është me islam e rregulluar, shumë mirë është rregulluar. Edhe nuk ka nevojë për këto me të kallëzu dikush, po hoxha ka borxh me përmend xhami, edhe e përmenda. Ju vjosha e punoni, nuk e punoni, Allahu kof në razi neve dhe në veprat tona. Allahu e pranov namazin e xhamas neve gjithë muslimanëve kudo që janë në botë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.